Me 1 minutë heshtje, t'i nderojmë viktimat nga moti I Ligi mbrëmshëm. Në këtë mënyrë, Këshilli I Qytetit të Shkupit e filloi seancën e jashtëzakonshme. U votua unanimisht që për çdo familje ku ka pasur viktima të ndahen nga 180.000 denar, gjithsesi nga 3.000 euro. Një pjesë e këshilltarëve kërkuan që mbledhja të përfundojë sa më shpejt, në mënyrë që të shkojnë në terren dhe t'ju ndihmojnë njerëzve, ndërsa të tjerë deklaruan se më së shumti viktima ka pasur në lagjet ku dominojnë shqiptarët. Unë gjithë natën e kalova me bashkëqytetarët, kushërit dhe miqtë e mi dhe jam shumë e shqetësuar. U falenderoj të gjithëve që u gjendën për të më ndihmuar dhe u falenderoj të gjithëve oponentëve politik që gjendën mirëkuptim për të mos bërë politik. Gjithashtu, do t'ju lutesha që mbledhjen e sotme ta përfundojmë dhe të mos e humbim kohën këtu, sepse sot u duhemi njerëzve atje. Koha e kaluar këtu është kohë e humbur. Kërkoj si grupi këshilltarëve të PDSH të llotsojmë fajtorin për ardhen e një gjë e tillë. Kuptohet, ne nuk e kemi ndërmend të luftojmë me Zotin, se Zoti ka ndodhur, mirë po, Zoti ka krijuar qenjen, ka krijuar njerëzit, që edhe ata thot një fjalë, Zoti thot, të ruju ti pak që të ruju unë ma tepër. Nga 80 amandmanet kemi kërkuar kanalizim atmosferik e kështu me radhë kështu me radhë. Unë jam I bindur, çështjet të cilat janë dëmet materiale janë shumë të mëdha, mirë po kurse si nuk mund të kompenzohen me humbjen e njerëzve. Një pjesë e anëtarëve të Këshillit të Qytetit të Shkupit dolën me qëndrim se pas stabilizimit të situatës shumë shpejt do të kërkojnë përgjegjësi personale nga institucionet në lidhje me vërshimet.